i mbyllur si Oso Kuka, si Ali Pasha, në të cilën ftoj artistët që i preferoj, domethënë jam si i zoti i shtëpisë që praktikisht fton artistët edhe nga gjithë bota, normalisht, dhe praktikisht promovojmë me maksimumin që mundem unë Shqipërinë në botë. Dhe shfaqjet janë që ta kryejmë këtë gentilesën. Shfaqjet janë 9, 10, 11 prill. Po janë Pallati Kongreseve duhet blihen biletat, mirë do jetë se do jetë një shfaqje e veçantë. Nga ajo që më the, nuk po deklaroj se e di si është sekreti profesional. Shiko, sa dursak je ti? Unë jam praktikisht lindur në Durrës. Jo e di. Nga 1 deri në 10. Nga 1 deri në 10, më një 50 mirë po e. Okej, shoh një foto. Shoh një foton e parë që do na jap regjia. Kto janë të shkolla që atëherë quhesh Mujo Elçinaku, sot quhet Janku Guzeli. Në mësim violinë me mamin tim, që ishte zysha ime e violinës në atë periudhë. Dhe mësimet e tjera pasaj në atë periudhë i bëja në Tiranë me Bert Papavramin, që ishte i anti i Tedi Papavramin dhe praktikisht këmbeshin. Mama ime i jepte mësim Tedit, babai i Tedit i jepte mësim Olenit. Ti ke patur një lloj miqësie me Tedi? Patjetër, jemi rrit bashkë. Mund të kishe mbritur ti në një pozicion ku të pranoje publikisht për shembull që kjo nuk ka rëndësi është e vërtetë si është e vërtetë, po. Qose unë do të bëja një pyetje budallaqe, thoya që është Tedi Papavramin violinisti më i mirë në Shqipëri? Nuk e di këtë pjesë. Domethënë Tedi Papavrami sigurisht është violinisti më i mirë klasik që un kam parë që ekziston nga kombi shqiptar. Patjetër. Po është klasik, ai domethënë ai është i botës klasike. Ba. Jo, nuk është vetëm Bahu, domethënë është muzika klasike që arrin ka një parametër komplet ndryshe. E thash emrin e Bahut për ta vendosur veten në një gjeografi me Tedin jemi shumë shok, unë kam shumë xhan, është super tip. Si mund të jenë apo dy njerëz, njëri ekstrovert, gjysmë i çmendur pozitivisht, tjetri introvert, pothuaj kaps nga pamja sociale, mund të jenë miq të mirë, të fortë? Ne nuk kemi miq, sepse praktikisht nuk është se ndigjohemi çdo ditë ose çdo muaj. Po kemi një përjardhje të përbashkët, domethënë jemi rritur nga miq, domethënë prindit tanë kanë qenë shumë miq. Kështu që ne njihemi që kalamaj, pastaj ai ka jetën e vet, unë kam jetën time. Ai merr muzikë klasike, unë merr muzikë të lehtë, jemi në dy botë ndryshe. Profesoresha e violinës, mama, të shef gjithmonë me të njëjtin sy apo ka ndryshuar sot? Se duhet jetë plus minus në moshë me mama tona. Mama jetë ishte 75 vjeç, 75 vjeç, pardia isha duke provuar një gjë ke dhoma. Edhe se mama tani është në Tiranë dhe unë këto ditë jam në Tiranë, do të thënë kam bërë abone Rom-Tiranë në këtë periudhë, shqyr që ka avion ose dush. Dhe isha duke provuar pjesët e koncertit, këto të Pallatit Kongreseve. Kapi ajo një notë që nuk mbriti. Edhe me karrocë, kupton që po bën riabilitim se kishte pas ta probleme, edhe me karrocë avash erdhi aty futi kokën këtë derë tha, "Atë mi bemoli, tha do ma ndryshosh ti apo do." Titulli është kur mi bemoli kthehet në një armik të heshtër. Se ai si duhet jetë? Duhet jetë me vibrato aq sa duhet apo duhet kapur nota kështu kantato çfarë ndodh? Çfarë kërkesë ka për mi bemolin? Ka një zysh gjithë jetës, derisa të jetë këtu do jetë zysh. Ti vet, unë nuk ta di jetën ty private, shumë mirë që s'ta di. Sa tregoj. Po ti ke bërë një djalë? Jo. Akoma. Jo, unë jam vetëm. Okej. Do kishe dashur që të kishe, domethënë, të kishe një komunikim përveç se njerëzor, ndoshta edhe profesional me një njeri, do kishte qenë një violiniste ai? Sa duash në jetën time. Jo, nuk dyshoj, nuk të vuri njeri pikë pyetje. Shqiptari vogël. Po kërkoj një foto shumë të lezetshme që e bëra dje dhe nuk e di do duket, por ky është krevati im, kuptoni? Një sekond. Është krevati me 2 violina brenda. E kuptova. Njeriu që flë me